Përshëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje, do të bëjmë një pyetje. Diçka e re, shumë pozitive, po vjen drejt jush. Pra, diçka e re, shumë pozitive, po vjen drejt jush. Çfarë është kjo diçka e re pozitive që po vjen drejt jush? Shumë shpejt, për 48 orë, për një periudhë shumë të shkurtër, vjen diçka e re pozitive drejt jush. Letra e diellit dhe letra e drejtësisë, e gjykatës. Pra, kjo është diçka e re e mrekullueshme që po vjen drejt jush. Një transformim i madh, një lajm, një vendim i drejtë, si ky vendimi i gjykatës, vjen drejt jush për t'ju transformuar jetën tuaj në duart e tua. Në këto avë hapet këtë dritare dhe vjen ky lajm transformimi, ky lajm mrekullueshëm. Pra, të treja letrat janë tregojnë për diçka pozitive, për një lajm të ri që vjen drejt jush. Dhe tek pjesa e bollokut, pra, kjo letër na tregon dhe pjesën e bollokut që vjen drejt jush, një lajm për pjesën financiare. Ky person, hypotekali dhe shumë i lumtur, vjen drejt jush, sepse ka një trekje të fortë për ju, dhe pse ndonjëherë kjo trekje e fortë që ka për ju bëhet e pak toksike. Hëna e plot tregon që ju mbroheni nga drita e saj, nga njerëzit negativ. Dhe ky person ju shikon si një mbretëresh, dhe pse ka luftuar gjithmonë fort për ta ndryshuar atë mendimin e tij, ai ju shikon gjithmonë si një mbretëresh. Ai merr të udhëtim, personi juaj merr të udhëtim lumturie për t'ju shprehur, të mbrojtur nga ky ëngjëll, për t'ju shprehur me këtë fup fitalor, t'ju shprehur diçka shumë pozitive, shumë të re, që do të vi në jetën tuaj. Kush është ky person që do të shprehë diçka pozitive, diçka të re? Me të shënë, me shenjën e ligjëreshës, ujori, peshore, binjakët, luani, brisjapi, shigjetari dhe demi. Kurse me gërma është energjia e përgjithshme dhe nuk rezonon me të gjithë, me gërmën ë, y, n. Me gërmën një, t, i, v, d, q, gj, m. Me gërmën j, t, me gërmën l, gj, r, b, s dhe gërmën f. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe dhe një like për video për të më suportuar të bëj video sa më pozitive.